Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimi kërkon nga klasa politike në Kosovë të gjejë zgjidhje për stabilitet institucional. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentes Albulena Xhiu dhe kryeministri Albin Kurti në Prishtinë, Marta Kos parlemëroi se viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës në raport me rrugtimin drejt të Bashkimit Evropian. My very clear call on this trip is also to ask all political actors here to Qira ime është shumë e qartë në këtë udhtim, është gjithashtu të kërkoj të gjithë aktorëve politik këtu që të gjejnë një mënyrë për të rikthyer stabilitetin në administratën publike në Kosovë. Do të ishte mirë që të keni funksionim stabil institucional dhe si të shihni në Bruksel viti 2026 mund të jetë viti i Kosovës, nëse do ta bëni këtë edhe një herë. Dhe i kam premtuar zotit Kurti që sapo të keni të gjitha institucionet pas zgjedhjeve do të kthehen dhe atëherë do të diskutojmë shumë tema të rëndësishme për Kosovën, por dhe të rëndësishme për Bashkimin Evropian. And then we will discuss many topics important for Kosovo but also important for the European Union. Sfida sipas Marta Kos qëndron në krijimin e institucioneve të qëndrueshme. Shumë reforma të rëndësishme kanë ngecur për shkak të zgjedhjeve dhe natyrisht duhet urgjentisht të arrihet progres në detyrimet lidhur me Bashkimin Evropian. Kjo natyrisht mbetet me institucionet dhe zbulimin e krimeve, tha Marta Kos. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin foli dhe për heqjen e masave të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe fondet që janë vënë në dispozicion për vendin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas takimit me Komisioneren Evropiane për zgjerimin Marta Kos kërkoi avancimin e aplikimit Kosovës për fitimin e statusit kandidat për integrim në Bashkimin Evropian. Me Komisioneren Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avancimin e merituar të Kosovës. Ai tha se vakumi që po lë Bashkimi Evropian po kish përdoret nga Serbia nëpërmjet sulmeve. Zgjerimi është mjeti më i suksesshëm i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Vakumi që lën Bashkimi Evropian po synohet që të mbushet nga aktorë të tjerë dashakçi, të cilët i minojnë vlerat e Bashkimit Evropian dhe rrezikojnë sigurinë tonë të përbashkët. Prandaj është përgjegjësia e gjithë neve që Kosova të avancojë në procesin e integrimit. Kurti tha se Kosova ka shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Në vitet e fundit, Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj. Kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes në 5 kapituj dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjerë. Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Kurti vlerësoi se Serbia gjithashtu po vazhdon të mbajë të bllokuar marrëveshjen për njohjen e diplomave, e cila është në përputhje të plotë me standardet dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe në anën tjetër, Bosnia dhe Hercegovina nuk po heq vizat me Kosovën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Forcimi i besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë dhe në ruajtjen e standardeve të larta në vendimmarrje është thirrja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë gjatë vizitës në godinë e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrës së Bashkimit Evropian, ambasadori BE-s theksoi gjithashtu se përmirësimi i standardeve të infrastrukturës gjyqësore duhet të mbetet prioritet në të gjithë Shqipërinë për të garantuar siguri, transparencë dhe akses në drejtësi. Kryeministri Edi Rama udhëton drejt Estonisë dhe vlerëson transformimin digjital dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve veçanërisht në fushën e arsimit dhe teknologjisë. Sipas Ramës, Shqipëria po synon të ndjek modelin estonez, duke theksuar se 95% e shërbimeve publike ofrohen online. Rama gjithashtu theksoi se Shqipëria dhe Estonia janë aleat natyral brenda NATO-s dhe ndajnë të njëjtin qëndrim për mbrojtjen e demokracisë dhe kundërshtimin e ndikimeve të huaja që synojnë destabilizimin e vendeve demokratike. Kryeministri i Republikës së Estonisë Kristen Mihajl vlerësoi Shqipërinë si një aleate të rëndësishme të shprehu mbështetjen e Estonisë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një deklarate të përbashkët për mediat nga Estonia me kryeministrin Edi Rama, Mihajl theksoi gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve si aleate të NATO-s. Kryeministri estonez deklaroi se dy vendet ndahen nga një distancë prej më shumë se 2000 kilometrash, por ndajnë të njëjtin vizion për sigurinë europiane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.